Sa po është mbyllur finalja e Kupës së Shqipërisë në futsal, Vllaznia Tamurtari 2-3. Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë një herë zgjedhë drejtorin teknik të ekipit Kuqiblu, Arben Xhaferi. Në fakt në këtë momente të gjithë prisin të festonte Vllaznia, por po feston Tamurtari. Tamurtari i bëi përgjimet më të mira. Nuk mundem me thonë se ajo e meritoi fitoren, por në fund, si i thojnë, fiton ai që bën një gol më tepër dhe në këtë rast edhe rezultati vetë tregon që fitoi ekipi që bën një gol më tepër. Është keqardhje sepse donim që këtë trofe ta marrim Shkodër, por kjo është fati, kjo është futbolli. Në fakt, pas ndeshjes së parë të finalet që u kualifikuat me fitore të thellë 5-4, presidenti i futsallit shkodranet Fistik Barbullushi ishte optimist se kupa do të çdojë në Shkodër, kështu theksoi. Por keqardhje për ju, për kampin Kuqiblu se nuk u realizua. Dhe kishte drejtu, duke po edhe fazën përgatitore, ne edhe atë që shpejt ndjem fushë që unë i pregëzoj jashtëzakonisht shumë. Ne lëmë maksimumin, fati siç e thash pak më parë nuk ishte me ne, më vjen jashtëzakonisht keq që çunat ikën të mërzitur nga pati sportit sepse merituan diçka më tepër. Por siç duket këtë vit maksimalen e të dyja objektivat që kishim vu veti nuk i arritën. Mesim vetëm me kampionatin, shohim tani se do të bëhet edhe Superkupa gjithashtu mes nesh dhe Vlorës si fituese e kupës, por gjithsesi ne shohim parën. Xhaferi shënoi të parët me Gjoklen, pastaj barazoi Tamurtari, shënoi sërish me Vllaznia me Samir Hysenin, ju barazoi sërish me Tamurtari dhe në pjesën e dytë ju përmbysi. Nuk arritë ta mbani avantazhin në asnjë moment. Unë për me bërë analizën e ndeshjes kam qejf që m'ja lanë profes, Alcid Tafili që është njëkohësisht edhe kapiten dhe trajneri i ekipit, por duhet të them që pjesa e dytë foli tërësisht për ne. Ekipi flamurtar shkoi një herë në port dhe nuk po atë me fat që të ngaloshin burin e tyre, po atë me rrashtet tona, po atë me edhe gjysh penalltijet. Por siç e thash, kjo është futbolli. Kur ti nuk e bën, atëherë do të pësosh nulli rregulli famoz në futboll dhe ne psuam me golin dhe humbëm ndeshjen. Sa ndikon kjo humbje kësaj finale të Kupës së Shqipërisë për vazhdimsinë e objektivave të Vllaznisë? Absolutisht asgjë, përkundër që kanë karikan më tepër. Sot me keqardhje mundem të thonë që nuk mundem të aktivizu moshët e reja, sepse ishte një ndeshje ku ishte tipologjia ndeshjes e tillë ku duhet të pas më shumë eksperiencë se sa frym, por ne shohim përpara dhe jena shumë optimist me këtë grup. Nuk du me kenë me kanë top për ekipin tonë, por ne, siç e kam deklaruar me ty në intervistat e tjera, ne jena vetëm për titull kampion dhe për asgjë tjetër. Faleminderit Xhaferi, suksese. Faleminderit edhe juve.